Po kthehej në banesë, dhunohet me sende të forta 52 vjeçari, largohen autorët me automjet. Një 52 vjeçar është dhunuar pranë banesës së tij në fshatin e Prezës BF. Kallëzoi në polici se u dhunua nga persona të pa identifikuar gjatë rrugës për në shtëpinë e tij në Prezë të Tiranës herët në mëngjes. Pas rrahjes, autorët u larguan me automjet nga vendngjarja, ndërsa policia po punon për identifikimin e rrethanave të rastit. Njoftimi policisë. Ka kallëzuar shtetësi BF, 52 vjeç, banues në fshatin Prezë, se në orët e para të mëngjesit gjatë rrugës për në banesën e tij është goditur me sende të forta nga shtetas të pa identifikuar, të cilët më pas janë larguar me automjet. Punohet për identifikimin dhe arrestimin e autorëve, si dhe për verifikimin e rrethanave të rastit.